Norvegjia regjistron çmime rekord të naftës. Norvegjia të hënën regjistroi nivel të ri rekord në çmimet e naftës me mbi 30 krona $3, ndërsa një ekspert paralajmëroi se kulmi është ende përpara, sipas transmetuesit NRK transmeton Anadolu Agency. Ne nuk kemi regjistruar kurrë çmime më të larta të karburantit në aplikacionin e karburantit. Sot, për herë të parë, kemi parë çmime mbi 30 krona për litër, tha për NRK, tha drejtori i përgjithshëm i aplikacionit të karburantit të Norvegjisë, Saiver Horgen. Horgen ka paralajmëruar se kulmi për çmimet e naftës nuk është arritur ende dhe se çmimet mund të arrijnë me mbi 35 krona, $3.61. Edhe pse çmimi i naftës po bie ndjeshëm, kjo nuk ndikon drejt për drejt në çmimet e produkteve, shpjegoi ai. Ai vuri në dukje faktin se çmimet e naftës luhaten kaq shumë brenda një dite është shumë i pazakontë. Lëvizjet e tilla shpesh janë në baza vjetore dhe jo në baza ditore. Sipas tij, do të duhet kohë para se çmimet të normalizohen. Absolutisht, duhet të shihni një formë të normalizimit të trafikut detar, veçanërisht trafikut të transportit tregtar, përmes ngushticës së Hormuzit me eksportet e naftës dhe gazit, që çmimet të bien siç duhet, tha ai.